Haley Hunt është në një moshë fare të re. Në atë moshë kur të rinjve të brezit të saj në çdo vend të botës u falet të thurin ëndra për të ardhmen e tyre. Edhe nga ato që dihet se janë fluturake, e pra mbeten të bukura, ndërsa me Haley nuk do të kështu. Ka që re dhe ëndrat e saj rodhën duke shërbyer si vullnetare e Korpusit të Paqes në Shqipëri. Me këtë status ajo zgjodhi të shërbej prej 2 vitesh më parë në qytetin e Konispolit, të gjendur në ekstremin jugosht shqiptar. Me kamerën e Blu Televizion u ndalën për ta ndjekur në një orë mësimi të gjuhës angleze në shkollën e mesme të bashkuar të Konispolit. Mësimdhënia mbetet një nga profilet e Haley, pasi ajo bën në Konispol edhe infermieren, që është profesioni i saj. Po kështu Haley është përfshirë në dhënien e lëndës së edukimit fizik dhe lëndëve të tjera, që e bëjnë ta shpreh në mënyrë sa më shtruese veten. Është vullnetare amerikane dhe bën dhe orë anglishtje. Kemi 2 vite që Haley Hunt është vullnetarja e Korpusit të Paqes, punon në shkollën tonë, kryesisht në këto lëndët sepse është me profesion është infermiere, por punon në lëndët të tilla si edukim fizik, edukim shëndetësor, gjuhë e huaj, aktivizohet në këto lëndë të ndryshme që i përkasin domethënë asaj përsosmërisë vetë vajzës. Për Haley është pasuri që kundrejt dhënies së mësimit të anglishtes ka marrë si dhuratë mësimin e shqipes. Këtë kënaqësi ajo e shpreh çiltërsisht para kamerës së Blu's. Gjithë jam shumë falenderos për kjo Smart Lab, për gjuhat e huaj. Është shumë e bukur mundësi për fëmijët edhe për Vidovseko Konispol. Edhe jam shumë e lumtur të ketë kjo mundësi për të punoj këtu bashkë me drejtoreshën edhe në shkollë Vidovseko. Faleminderit shumë. Haley nuk i largohet ndonjëherë buzëqeshja nga fytyra, por i shkëlqen fytyra ku shpreh mirënjohje për çfarë ka gjetur në Konispol. Njësoj sikur nga shërbimet që jep të ishte përfituese ajo vet.